E para duhesh mu lajmëru te menaxhmenti I asaj klinike ku ka ndodh problemi, ankesa, edhe atë e shkruajnë deklaratë për problemin që ke pas, edhe I prat 10 ditë. Institucioni ka obligim brenda 10 ditë mi përgjigj secilit pacient për ankesën e tij. Ndodh që ankesa nuk mund zgjidhet për 10 ditë për shkak se ka kanjëherë komplikime. Nëse ankesa juaj ka të bëjë me një shkelje të etikës profesionale, institucioni do t'i drejtohet odës për me dhënë një gjykim, e oda I merr 2-3 muaj derisa kthen përgjigje. Por institucioni duhet brenda 10 ditë me të përgjigj se kemi pranuar ankesën e tënde, jemi të e trajtu, e kemi çuar odë dhe presim rezultatin. Kurdo që vjen, mundi me të njoftu. Po për me bë çeta, institucione shëndetësore shumë raste nuk kanë administratë që është I gatshme me I kthy çdo përgjigje. E çka nëse për 10 ditë thatë nuk vjen përgjigje nga institucioni përkatës, ku duhet mu drejtu pastaj ne? Mandej shkon vazhdimisht të I kalu shkallët. Do të thonë nëse ankesa ka ndodhur brenda klinikës, nëse atëherë vazhdon në SHSKUK, e nëse SHSKUK nuk përgjigjet, atëherë mundesh me drejtu inspektoratit shëndetësor, I cili garanton që institucionet me funksionon normalisht, duke përfshi edhe përgjigjet për palët e interesuara. Dhe paralelisht ne mund ta dërgojmë edhe një njoftim tek shoqata juaj? Po patjetër, edhe nëse ankesat vinë te ne prap do t'i drejtohemi institucionit për të siguruar fakte se çka ka ndodhur vërtet. Edhe mandej I presim përgjigje të mënyrë të vazhdueshme. Ajo që unë inkurajoj njerëz është që në vazhdimsi me parashtru ankesa për shkak se këto e përmisojnë cilësinë e shërbimit shëndetësor. Pa marrë parasysh që neve nuk na duket që po japin rezultat. Nëse 2-3 njerëz shkojmë ankomi për një X person brenda SHKU-s, atëherë dikush ka moral me mendu se me çet person është të pas probleme.